Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta. Mirë se erdhët dhe sot në Të jetosh besimin. Dita e 5. Sot do flas për kompromisin e padukshëm. Vargu biblik është tek Luka kapitulli 16 vargu i 10, që thot: Kush është besnik në të vogla, është besnik edhe në të mëdhat. Tregohet një histori për një orë muri e cila filloi të humbiste vetëm 1 minutë në ditë. Askush nuk e vuri re në fillim. Pas një muaji ora ishte gjysmore gabim. Pas një viti, ajo nuk tregonte më kohën e saktë. Pra, ora nuk u prish në mënyrë të papritur, por në mënyrë krejt graduale. Kështu dhe kompromisi shpirtëror nis. Rrallëherë fillon me vendime të mëdha. Fillon me tolerime të vogla, justifikime të buta dhe heshtje të qëllimshme. Së pari, kompromisi rrallëherë duket i rrezikshëm. Në fillim ai shpesh vjen i maskuar si fleksibilitet, mirëkuptim apo përshtatje kulturore. Së dyti, mosbesnikëria në gjëra të vogla e dobëson karakterin. Bibla na mëson se besnikëria testohet fillimisht në detajet e vogla dhe të padukshme të jetës, tek mendimet. Kompromisi i vazhdueshëm mpin ndërgjegjen. Ajo që dikur na shqetësonte, me kohë fillon të na duket diçka krejt normale. Pyetja që un kam për ju të dashur miq është pikërisht kjo. Në cilat gjëra të vogla, në thonjza, po e komprometoni besimin tuaj? A është marrëdhënia jote me Zotin, me bashkëshorten, me fëmijët, ashtu si kundër duhet të jetë? Çfarë je duke justifikuar sot që dikur nuk do ta kishe justifikuar? Vendos sot të rikthehesh tek bindja ndaj fjalës së Zotit dhe jo tek rehatia, kënaqësia e momentit. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Zot më jep sy të shoh kompromiset e fshehura në jetën time, neglizhencat, indiferentizmin, të keqen të cilën pa dashje herë këtu e herë aty e justifikoj. Më ndihmo të jem besnik edhe në gjërat më të vogla. Më ndihmo të jem besnik ndaj dashurisë tënde, në lutje, në kohën me studimin e Biblës. Besnik ndaj çështjeve të mëdha të jetës edhe atje ku askush nuk më sheh. Më jep forcë njeriu tim të brendshëm që të qëndroj përballë tundimit dhe të mos rrëzohem. O Zot, bekoj vëllezërit dhe motrat e mi këtë mëngjes. Dhe lutem që të kenë një ditë të bekuar me ty. Udhëhiqi dhe drejtoj mendimet, dëshirat dhe ëndrat e tyre. Dhe lutem që të jenë të plot në marrëdhënien e tyre me ty dhe të plot dhe të bekuar në marrëdhëniet e tyre me njëri tjetrin. Në emrin e Jezusit Zotit ton. Amen. Zoti ju bekoft miq, me zipres t'ju takoj nesër sërish në 3 minutshin ton.